Zbardhe tragjedia e rënde ndodhur në Ulqin, 46 vjeçari vrau partneren dhe i vuri flakën shtëpis viktim 36 vjeçaria nga Lezhë. Ngjarja tragjike ndodhur në Ulqin ka tronditur opinionin publik në Shqipëri dhe Maltëzi. Sipas mediave, viktim është Dila Ndoj, 36 vjeç nga Balldrani i Lezhës, e cila dyshohet se është vrarë nga bashkëjetuesi i saj Bashkim Gashi, 46 vjeç nga Kosova. Sipas hetimeve paraprake, pas krimit ai vuri flakën banesës ku jetonin në lagjen Kodër të Ulqinit, me dyshimin për të fshehur gjurmët. Policia malazeze bëri të ditur se trupi i pajetit 36 vjeçares u gjet brenda banesës përfshirë nga flakët, ndërsa autori dyshuar u arrestua pak më vonë me lëndime të marra nga zjarri. Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë nga autoritetet në Maltëzi. Lajmi ka tronditur familjarët, të afërmit dhe banorët e zonës së Balldrenit ku Dila Ndoj jetonte. Mësohet se ceremonia martore pritet zhvillohet në vendlindjen e saj në Balldren të Lezhës, ku familja do të hap dyert e mortit për të pritur ngushëllimet.